Evropian ka lëshuar fonde për Shqipërinë, Malinezi dhe Maqedoninë e Veriut si pjesë e planit të rritjes së Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor. Bëhet fjalë për këstet e dyta nga pakoja evropiane e rritjes për të gjitha shtetet e rajonit. Një pjesë e këtyre fondeve të lëshuara shkon drejt për drejt në buxhetet shtetërore, ndërsa pjesa tjetër do përdoret për projekte infrastrukturore, përfshirë transportin, energjinë e pastër, zhvillimin digjital dhe kapitalin njerëzor. Plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor është paketa më ambicioze evropiane për rajonin, që synon dyfishimin e ekonomive të 6 shteteve gjatë 10 vjeçarit të ardhshëm. Pakoja ka vlerë prej 6 miliard eurosh dhe mbulon periudhën 2024-2027. Nga kjo shumë, 2 miliard euro janë grante pakthim, ndërsa pjesa tjetër jepet në formën e kredive të favorshme. Ndërkohë që disa shtete të rajonit kanë marrë tashmë këstin e dytë nga kjo pako, Kosova nuk ka përfituar ende asnjë mjet financiar, si pasojë e mungesës së institucioneve funksionale në vend, pasi marrëveshjet për kredi duhet të prezantohen nga qeveria dhe të ratifikohen nga kuvendi. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, e cila vizitoi Kosovën të mërkurën, ka ritheksuar para bashkëbiseduesve të saj domosdoshmërinë e formimit sa më të shpejtë të institucioneve, në mënyrë që edhe Kosova të nisë të përfitojë nga kjo pako.